Kjo është arsyeja pse duhet të mbani një gotë me ujë në dhomë përpara se të flini. A e dini se konsumi i ujit sjell disa benefite sipas kohës që mund ta pini? Me siguri e kishit menduar se gjithmonë para se të flinit gjumë është sugjeruar të pini nga një gotë ujë. Kjo, sipas kardiologëve, ndihmon për të shmangur atakun në zemër. Për më tepër, dihet se uji gjatë gjumit mund të parandalojë edhe ngërçet e këmbëve. Ja disa nga benefitet që do të marrë organizmi juaj nëse mbani një shishe me ujë në dhomën tuaj. Pirja e ujit në momentet e caktuara gjatë ditës do të maksimizojë funksionet efektive të trupit. Pirja e 2 gota me ujë pas zgjimit ndihmon gjithashtu për të nxitur organizmin të kryejë edhe funksionet e duhura. Pirja e një gote ujë 30 minuta para ngrënies ndihmon me tretjen. Pirja e një gote ujë përpara se të bëni banjo ndihmon në uljen e tensionit. Pirja e një gotë me ujë para se të shkoni në shtrat ndihmon gjithashtu edhe për të shmangur atakun kardiak, por kjo nuk do të thotë ta teproni.